Klodi nuk e di nga t'ja filloj, sepse prej 2 muajsh çdo fjalë që kam brenda më rëndon sigur. 2 muaj dit jam zgjuar dhe kam fjetur me të njëjtën ndjenjë, pa drejtësi. 2 muaj jam akuzuar pa u dëgjuar, pa u pyetur, pa u kuptuar. Dhe sot nuk dua të mbaj më asgjë brenda. Prej 2 muajsh po thuhet se unë vi mbrapa teje. Prej 2 muajsh po më vihet një emër që nuk është imi. Prej 2 muajsh po më shikohet çdo hap, çdo fjalë, çdo frymëmarrje, sikur unë të kisha bërë diçka të gabuar. Labi thot se unë të shkoj mbrapa, se unë të ngacmoj, se ti nuk ke dëshirë. Dhe kjo më dhem më shumë se sa mund ta shpjegoj. Më dhem sepse askush nuk më pyeti kur, Eliona, si ndihesh ti? Askush nuk më pyeti nëse kjo është e vërtetë. U gjykova pa gjyq, u dënova pa faj. Unë nuk jam ajo që po përpiqen të bëjnë të dukem. Nuk jam vajza që vrapon pas dikujt që nuk e do. Nuk jam vajza që ngacmon, që imponohet, që nuk njeh kufi. Jam thjesht një njeri që flet, që rri, që ekziston. Dhe sot, edhe ekzistenca ime po shihet si problem. Klodi, dua ta dish diçka shumë të qartë. Nëse ti do të më kishe thënë qoftë edhe një herë që nuk ndihesh rehat, unë do të isha tërhequr me një herë. Sepse unë e respektoj fjalën, hapësirën dhe ndjenjat e tjetrit. Nuk jam këtu për t'u imponuar askujt. Nuk kam qenë kurrë. Por askush nuk më la ta them këtë. Fjala ime u mbyt nga zërat e të tjerëve. Nga thashethemet. Nga interpretimet. Nga njerëz që flasin për mua pa qenë unë aty. 2 muaj duke u ndjerë sikur jam në faj për diçka që nuk e kam bërë. 2 muaj duke ndjerë sikur duhet të justifikohem për çdo gjë. Edhe për një përshëndetje. Edhe për një shikim. Edhe për një fjalë normale. Dhe kjo lodh. Shumë lodh. Nuk është e lehtë të dëgjosh që dikush thot, ti e ngacmon, kur ti e di që nuk është e vërtetë. Nuk është e lehtë të ndihesh sikur je problem, kur gjithçka që ke bërë është të sillesh si njeri. Unë nuk dua dram. Nuk dua përplasje. Nuk dua të jem temë bisede. Dua vetëm drejtësi. Dua vetëm të vërtetën time që dëgjohet. Dua që të mos flitet për mua sikur të mos isha aty. Sepse edhe unë kam ndjenja. Edhe unë kam kufi. Edhe unë lëndohem. Klodi, nëse ti nuk ke dëshirë për asgjë më shumë se sa respekt dhe distancë, kjo është plotësisht në rregull. Por kjo duhet të thuhet drejt, jo të kthehet në akuza kundër meje. Sepse heshtja jote u përdor si armë ndaj meje. Dhe kjo nuk është e drejtë. Unë nuk jam armiku yt. Nuk jam kërcënim. Nuk jam histori për të shtrembëruar. Jam thjesht Eliona. Një vajzë që u lodh duke u mbrojtur nga diçka që nuk e bëri. Dhe sot, pas 2 muajsh, nuk po flas për të sulmuar askën. Po flas për të mos u humbur vetë. Po flas sepse heshtja më ka bërë më shumë dëm se sa fjalët. Dua që kjo të mbaroj këtu. Pa akuza. Pa interpretime. Pa emra që nuk më përkasin. Vetëm me respekt dhe qartësi. Sepse unë e di kush jam. Dhe nuk do ta lejoj më askën të më vizatoj ndryshe. Në dhomën e rrëfimit koha nuk matet me orë. Aty koha matet me frymëmarrje të rënda, me lot që bien pa zhurmë, me heshtje që flasin më shumë se fjalët. Kur hyj aty, nuk jam vetëm unë. Jam unë dhe gjithë ajo që kam humbur. Jam unë dhe motra ime. Edhe pse nuk shihet, ajo është gjithmonë aty. Kam frikë nga e ardhmja, sepse për mua e ardhmja ka një numër që më trem, 19. Nuk është thjesht një moshë. Është një plagë e hapur. Është dita që jeta vendosi të ma marrë motrën dhe të më lërë mua këtu, duke më pyetur çdo ditë pse. Pse ajo? Pse kaq herët? Pse kaq padrejtësisht? Nuk dua t'i mbush 19 vjeç. Sepse motra ime nuk i mbushi kurrë. Ajo mbeti përgjithmonë aty, e re, e papërfunduar, si një fjali që nuk mbaron kurrë me pikë. Dhe unë kam frikë të vazhdoj fjalin time, sikur po e tradhtoj atë duke jetuar më gjatë se ajo. Kan kaluar 5 vjet që kur ajo u largua. 5 vjet që nga dita kur zemra ime u thye në mënyrë që askush nuk e pa, por unë e ndjeva çdo sekondë. Që atë ditë, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Edhe gëzimet nuk erdhen më të pastra. Edhe buzëqeshjet kishin diçka të rreme. Sepse çdo herë që qesh, një zë i vogël brenda meje më thot,
Po ajo pse nuk qesh më? Motra ime ishte më shumë se motër. Ishte shtëpi. Ishte mbrojtje. Ishte një pjesë e imja që u shkput pa më pyetur. Dhe kur ajo iku, mori me vete një copë të shpirtit tim. Që atëherë, unë jetoj e pa plodh. Marr frym, ec, flas, por diçka mungon gjithmonë. Ajo nuk më la kujtime të bukura që të më ngushëllojnë. Më la kujtime që dhembin. Zëra që i dëgjoj në kokë. Momente që më vijnë papritur, në mes të ditës, në mes të natës. Më la lot që dalin pa paralajmërim. Më la dhimbje që nuk di ku ta vendos. Ka ditë që zgjohem dhe për një sekond harroj që ajo ka vdekur. Për një sekond mendoj se do ta shoh, se do të flasim, se gjithçka ishte vetëm një ëndër e keqe. Dhe pastaj realiteti më godet fort. Çdo ditë nga e para. Është një vdekje që ndodh çdo mëngjes. Në dhomën e rrëfimit unë flas edhe për fajin. Sepse po, ndje. Hem fajtore. Fajtore që jam ende këtu. Fajtore që po rritem. Fajtore që ditëlindjet e mia vazhdojnë, ndërsa të sajat u ndalen për gjithmonë. Fajtore që marr frym pa të. Dhe askush nuk më mësoi si të jetoj me këtë faj. Njerëzit më thonë, duhet të jesh e fortë. Por nuk e din sa e lodhshme është të jesh e fortë çdo ditë. Nuk e din sa e rëndë është bara që mbaj brenda. Nuk e din sa herë jam thyer në heshtje, sa herë kam qarë pa zë që të mos shqetësoj askënd. Frika ime nga mosha 19 nuk është frikë nga vdekja. Është frikë nga dhimbja që mund të hapet sërish. Është frikë se mos historia përsëritet. Është frikë se mos edhe unë bëhem një kujtim për dikë tjetër. Dhe kjo frikë më ndjek si hije. 5 vjet pa motrën time më mësuan se dhimbja nuk ikën. Ajo vetëm ndryshon formë. Herë është e fortë, herë e heshtur. Herë më mbyt, herë më lë të marr frym. Por gjithmonë është aty. Si një shenjë që nuk fshihet. Në dhomën e rrëfimit unë i flas edhe asaj. I them sa më mungon. I them sa shumë kam. Hygerta nuk foli menjëherë. Qëndroj aty në mes të dhomës me shpatullat e varura dhe duart që i dridheshin lehtë, sikur i ftohtit i kishte hyrë brenda kockave, edhe pse dhoma ishte e ngrohtë. Syt i kishte të ngulur në cepin bosh të krevatit, aty ku zakonisht rrinte Arushi. Ai Arushi i vogël, me qime të zbehura nga koha, me një sy pak të qerë dhe një fjongo roz rreth qafës. Nuk ishte thjesht një lodër. Ishte kujtim. Ishte copë zemre. Kur e kuptoj që nuk ishte më aty, diçka brenda saj u këput. Një zhurmë e padukshme, si kërcitja e një dege të thatë në mpeshën e dhimbjes. Fryma ju pre për një qast dhe buzët ju hapën, por nuk doli zë. Vetëm një dridhje e lehtë, pastaj syt ju mbushën me lodh. Lotët erdhen ngadalë, si shijimet që bie pa u ndjer, por që lag gjithçka. Ku është, përshpëriti më në fund, me një zë që mezi dëgjohej. Labi dhe Ludo ishin aty pranë. Qeshnin pak më herët. Për ta ishte një shaka, një lojë pa menduar. Nuk e kishin kuptuar peshën e asaj që kishin bërë. Kur pan Hygertën, qeshja ju shua, por ishte vonë. Shumë vonë. Një lot u shkëput nga cepi i syrit të saj dhe rëshiti ngadalë poshtë faqes. Pastaj një tjetër. E pastaj edhe një tjetër. Lotët nuk ndaleshin më. Faqet ju njomën, qerpikët ju ngjitën dhe frymëmarrja ju bëhet çrregull, si e një fëmije që përpiqet të mos qaj, por nuk ia del. E dini çfarë ishte ai Arush për të, tha Hygerta, duke ngritur syt nga ata. Zëri i dridhej. Nuk ishte zë zemërimi, ishte zë dhimbjeje. E dini çfarë i keni marrë? Labi uli kokën. Ludo shikoi nga ana tjetër. Heshtja u bë e rëndë. Ai Arush, vazhdoi ajo, nuk ishte lodër. Ishte kujtimi i fundit. Ishte diçka që e mbante afër kur i mungonte bota, kur i mungonin njerëzit që nuk kthehen më. Zëri ju këput. U ndal për një çast, sikur po mblidhte copat e vetes. Lotët tani i rridhnin lirshëm, pa u fshehur. I binin mbi duar, mbi dy sheme, mbi gjithë atë dhimbje që se mbante më dot brenda. Fytyra ju skuq, hunda ju drodh, dhe një ngashërim i mbytur i doli nga kraharori. Ajo flej me të, tha me zë të ulët. E përqafon kur ka frikë. I flet kur nuk ka kujt t'i flas. Dhe ju e morët, si kur të ishte asgjë.
Hygerta u ul ngadalë në buzë të krevatit. Shpatullat i dridheshin nga të qarat. Një dorë e çoi te fytyra, por lotët vazhdonin t'i rrëshisnin mes gishtave. Çdo lot ishte një fjalë e pathënë, një kujtim i plagosur, një dhimbje që nuk gjente shërim. Labi bëri një hap përpara. Nuk e dinim, tha me zë të ulët. Po edhe po ta dinit, iu përgjigj Hygerta mes lotësh, duhej ta ndjenin. Ajo ngriti sytë sërish. Ishin të skuqur, të fryrë, por plot ndjenjë. Ka gjëra që nuk merren. Ka kujtime që nuk preken. Ka dhimbje që nuk ngacmohen. Heshtja ra përsëri. Vetëm frymëmarrja e saj e rënduar dëgjohej. Lotët vazhdonin t'i binin në përfaqe, të ngrohtë, të vërtetë, të pandalshëm. Në atë moment, Hygerta nuk po qante vetëm për Arushin. Po qante për padrejtësinë, për mungesën e ndjeshmërisë, për gjithë herët kur dhimbja e dikujt është marrë si lojë.